Kështu që në qoftë se kanë vullnetin e mirë për të punuar me veten edhe për të bërë dikushi, është gjëja më e mirë që mund të bësh këtu. Dalin. Ndërkohë çfarë të mungon ty nga Shqipëria? Bëhesh i zoti për veten. Patjetër, pa diskutim. Më fal? Çfarë të mungon ty nga Shqipëria? Isha këtë verë dhe jam çmallur ai shumë, ai deti, ai i bukur, malet, ajo ngrohtësia, ajo ndjesia jam në shtëpi. Kupton? Unë akoma nuk mund ta quaj që jam në shtëpi këtu. Por atë gjitha të ndjesinë e mirë ma jep Shqipëria, me thënë të drejtën, edhe mendoj që ka ndryshuar për mirë këto vite. Unë jam pozitive edhe për Shqipërinë. Pra, është ajo se çfarë të kaplon është malli edhe për shtëpinë, për vendlindjen, për familjarët, pa diskutim. Dhe patjetër pastaj pavarësisht edhe mënyrës se si ti je përshtatur me jetesën aty edhe fakti që ti je bërë nën aty. Po. Më trego pak. Kam një vajzë të vogël 2 vjeç. Ta kesh me jetë. Si ja keni vendosur emrin vajzës? Eloise. Okej. Ta gëzoj. Dhe më trego pak për këtë moment. Është emër amerikan. Kështu e vendosëm. Nuk ka problem, vetëm ta kenë dhe pak më të lehtë, se nuk mund t'i vendosësh emër shqiptar në Amerikë, se do ta kenë dhe të vështirë për t'ia thënë emrin. Se fundja e jetën aty do ta ketë. Sado që advetar mund të jetë dikush, po. Po, e vërtet. Eksperienca ime këtu ka qenë shumë e mirë faktikisht, për pos fakti që gjatë shtatzanisë, hormonet dhe çdo gjë ndjesha shumë e mërzitur, kisha familjen larg, më mungonin shumë të gjithë, qoftë më kuptonin, se sado nuk të kupton askush se si nëna apo babi jot. Edhe për krajen e kam pasur shumë nga bashkëshorti edhe familjarët e tij, gjatë gjithë asaj periudhe. Po, i kisha ato emocionet e mia pak të ulta asaj kohe. Dua të tregoj pak se të futem pak edhe te Amerika, pjesa e eksperjenca e lindjes, spitali ku linda ka qenë një shërbim i jashtëzakonshëm. Aty janë thuhet që është pak vështirë mënyrën se si edhe zgjidhet edhe në një farë mënyrë për të lindur aty, pra mënyra se si gjendet një spital, gjithë dokumentacion, nëse ndan diçka si informacion, sa të mundesh. Për sa i përket dokumentacioneve, kërkojnë gjëra, po zakonisht këtu analizat dhe çdo gjë do t'i bësh këtu. Po pra, pikërisht. Dhe është pak e vështirë sepse duhet të kesh siguracion shëndetësor, se kostoja është shumë e lartë, për shembull një lindje mund të shkojë $30-40.000. Edhe vetëm procesi i lindjes apo le të themi gjithë ndjekja. Vetëm procesi, jo, e përfshir gjithë, edhe shërbimi edhe spitali. Po. Që janë 3-4 ditë sa do rishti aty për shembull. Gjithsesi po, $40.000 nuk janë. Po, janë shumë. Janë shumë, prandaj kam dëgjuar histori të tilla dhe prandaj do të pyesja. Sigurisht që është me eksperiencë, ti e the edhe pak më herët, por që vlen shumë për të theksuar dhe për ta dhënë si informacion. Ndërkohë ty të ka bërë përshtypje shërbimi jot. Po, spitali ku isha ishte i mrekullueshëm, kishim edhe shqiptarë aty që ishin infermiere ose që shërbenin ushqimin. Sa bukur. Po, edhe ishte kënaqësi kur i shikoja aty, edhe të vinin të pyesnin, por kanë qenë të jashtëzakonshëm. Çdo minutë që i bija ziles, se isha nënë e re dhe thoja, "I'm a free baby, është mirë." Aty ishin gjithkohës, për çdo gjë. Pra, e ndjeve dhe faktin të qenit disponibël gjatë gjithë kohës edhe të gjendshëm për ty. Ndërsa, fakti pastaj tjetër që pas ka qenë dhe shqiptar, duke sikur kishte një copë nga Shqipëria. Sigurisht spital me shqiptar, ndoshta paksa. Jo te kushtet, po ndoshta te komunikimi.